Ndërkohë që zgjedhjet po afrohen, një zhvillim i fundit në qytetin e Dibrës ka ngjallur reagime dhe pikpyetje mbi etikën e përdorimit të pushtetit dhe resurseve publike në funksion të fushatës elektorale. Murat Dani, kandidat për deputet nga Partia Socialiste në Dibër, është djali i biznesmenit Jeton Dani, zotruesi kompanisë Gerti SHPK. Kjo kompani në bashkëpunim me firmat Mela SHPK dhe BES SHPK ka fituar një tender publik për ndërtimin e rrjetës shpërndarës të ujit dhe ndërtimin e një depoje të ujit në fshatin Cereneci Sipërm dhe Cereneci Poshtëm. Tenderi ka ngritur dyshime të forta, pasi kanë marrë flamur të kuq për shkak të skualifikimit të gjithë operatorëve të tjerë konkurrues, duke lënë si fitues vetëm bashkimin ku përfshihet kompania babait të kandidatit. Prej më shumë se 2 viteve, banorët e këtyre fshatrave janë ankuar për mungesën e ujit të pishëm dhe vaditës, mungesën e energjisë elektrike dhe rrugëve të shkatruara. Shumë prej tyre janë detyruar të largohen nga venditja, disa edhe përtej kufirit në Dibrën e Madhe. Pa ujë, pa drita, pa rrugë, këtu nuk jetohet më, janë shprehur më herët banorët për mediat lokale. Ironikisht, ndërhyrja për furnizimin me ujë vjen pikërisht në prag të zgjedhjeve, në një kontratë që parashikon përfundimin e projektit brenda 6 muajve. Pyetja që ngrihet është, a është ky një investim për komunitetin apo një premtim elektoral me garanci familjare? Nëse Murat Dani nuk arrin të sigurojë mandatin e deputetit, a do të rrezikojë projekti të mos realizohet? A do të mbeten sërish banorët pa ujë, si një formë dëshkimi për zgjedhjen e gabuar? Kjo situatë nxit nevojën për transparencë të plotë mbi procedurat e tenderimit, përfshirjen e familjarëve të kandidatit në kontratat publike, si dhe për monitorimin e realizimit të projekteve që prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve.